Është pjesa fakultetit ekonomik, ku unë kam qenë pedagoge dhe kam shumë miqe dhe shok, është pjesa e qytetit studenti, që ka shumë... Ata nuk votojnë aty, zonja Tabaku. Studentët? Në qoftë se studentët janë në sezon provimi... Jo, të godina aty nuk votojnë, ata mund ta kesh shpinë në ndrojsh. Ato votojnë në zonat të ndryshme dhe në të gjithë Tiranën, në fakt pedagogët dhe kolegët e fakultetit ekonomizëm kanë thënë që do më mbështesin dhe shkon deri në Mund të thuash në emër nga këta pedagogë që do të mbështesin? Patjetër. Ma thuaj. Si Dita Dibra, për shembull. Çfarë lëndë jep kjo? Si Dita jep menaxhim burimesh njerëzore tani. Është strukturat e PD-s? Jo, nuk është. Nuk është. Se këtë do. Po tjetër. Po mund të them shumë, po më thash. Të thash. Unë të thash. A kupton ti po deklaron votën e disa pedagogëve? Unë të thash njërin që e ka pas një kompleks që del dhe më mbështet pas një kompleks. Mirdaim Axhami, për shembull, është pedagog i marketingut. Një grup i madh kolegësh atje, zona shkon deri në Sauk dhe më pas kam dhe një pjesë që janë fshatrat e Tiranës, Farka, Petrela, Bërgjita. Vajza nga kryeqyteti tani po merret me fshatrat. Çfarë lidhje me fshatrat? Kam lidhje të vjetër, sidomos me këto fshatra, lidhje familjare, farefisnore, po edhe si përfaqësuese komunitetit Tiranës, ato më kanë kërkuar vetë, Landi, dhe unë nuk i thosha dot jo. Si të kanë kërkuar hajde këtu? Më kanë kërkuar përfaqësuesit e zonës që ta mbuloja unë atë zonë, dhe kjo është një zonë e re që unë marr për herë të parë. Po pjesa e fshatrave të tjerë kush është? Cilë fshatra? Fshatrat e tjerë mbas Saukut është Farka, Petrela, Bërgjita, Kraba, Baldushku. Zona jote kjo? Po, edhe kjo. Dhe këtej deri ku shkojnë? Deri në pjesën perëndimore? Deri në Elbasan, ndërkohë që këtej nga pjesa tjetër vazhdon një zonë tjetër, Ndroqi, Yrsheku është. Gjitha këto? Jo, Ndroqi, Yrsheku këtej jo. Vetëm pjesën që shkon në rrugës Elbasanit, po territori i madh. Do aty je vetëm ti? Aty jam unë dhe është dhe një koleg po tjetër i Partisë Demokratike, zoti Ete Maga. Kam shumë respekt për. Është një zotëri që njeh shumë mirë zonën. Jo, për më tepër ka një histori shumë interesante personale, besoj e dini ju. Ai është futur në 2 korrik në ambasadën franceze dhe e ndan jetën mes Shqipërisë dhe Parisit. Dhe atje ka bërë një karrierë të suksesshme dhe nuk e di është herë e dytë që kandidon. I shkreti vetëm kandidon, humbet gjithmonë me sukses. Jo, ai ka përfaqëson një komunitet të cili i beson atij dhe ke modelit të tij dhe ka edhe votat e veta dhe komunitetin e vet, po është dhe arsyeja pse pranova është pikërisht është dhe zoti Ete Maga se e njeh shumë mirë atë komunitet dhe atë zonë. Tani, me këtë që keni bërë si vjet me këtë ligj për mënyrën se si votohet, se si kalkulohen votat, ju duhet thoni të lutem më jep votën mua, po mos ja jep atij. Tani çfarë ndodh aty brenda, domethënë se kjo e dëmton frymën zonja Tabaku. Landi që të flasim, domethënë që timi të hapur me njëri tjetrin, se ne jemi në fushat, domethënë s'ka më kohë për politik, për vota, për tani po ti je mbyllur në fushat tani. Pikërisht këtë po them. Unë isha kundër këtij modeli dhe jam ngritur dhe kam folur në parlament dhe kam thënë që për mua modeli më i mirë është ai model që e voton drejt për drejt dhe që ka një lidhje të drejt për drejt me elektoratin. Sepse ky sistem, po dhe ai që kishim ne më parë, nuk ka një lidhje të drejt për drejt, sepse unë do të votohem në gjithë Tiranën. Dhe në fund të ditës, vota ime dhe mandati im do të varet nga gjithë qytetarët e Tiranës, i imi dhe i çdo kolegu tjetër. Ndërkohë që kur ti ke një sistem qoftë edhe majoritar, që Jorita përballë Landit fiton, unë jam borxhlia atij komuniteti njerëzish aty. Dhe ky sistem majoritar ka një përfaqësim më të drejtë për drejtë. Dhe të them drejtën, unë isha për një përfaqësim më të drejtë për drejtë. U vendos për këtë sistem. Unë në këto ndryshime të kodit isha në mbështetje për faktin e thjeshtë se këtu ishte edhe vota diasporës. Dhe unë isha pro votës së diasporës. Në këto kushte që jemi, është e kotë që të rritë me të shkuara. Puna është në këto kushte që jemi, si do të maksimizojmë votën për Partinë Demokratike dhe votën për Jorita Tabakun, sepse unë kërkoj sigurisht edhe votën personale. Ju ishit nga më të votuarat në listën, në garën e primareve. Primare ka qenë një gjë shumë e bukur, se ju edukuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigurisht do të këtë pëlqyer kjo pjesa e primareve. Por të fitoje para dhe pastaj të ishe në listë të hapur, do thënë kërciste, por në pikë vështrimin tim edhe nuk kërciste. Unë nuk kam bërë një kritik publike, sepse unë nuk ofendoj, nuk shaj, po kritik bëj. Sepse mendoja, disa herë, po. Dhe ja u kam përballë dhe them, sepse unë jam karakterial. A di cili ishte vendimi im? Që ti merr vota dhe ti duhet ishe listë të hapur. Kjo është ideja. Tani ndoshta kështu e kanë menduar si puna juaj.
është e vërtet që pata një rezultat të mirë në primare dhe është edhe një moment vlerësimi ndaj edhe borxhi ndaj strukturave të Partisë Demokratike. Jo, në i numër shumë i madh, Shiko, mund të mendosh që mund të votojnë me mira, po vota ishte shumë e shpërndarë sepse kishte shumë kandidat. Do të thonë ishin në Tiranë mbi 50 kandidat. Dhe mbi 50 kandidat ka një shpërndarje vota. Nuk quhen të 50 Jorita Tabak. Jo. Tani, unë mendoj që pata një vlerësim dhe sigurisht janë falënderuese atyre që më votuan. Po për te kësaj gjëje, ne primaret i kaluam. Ishin një gjë që i bën mirë partisë, nuk është kulturë politike, po që mendoj që kemi nevojë ta forcojmë dhe ta përmirësojmë këtë kulturën politike. Edhe në zbatim po edhe në mënyrë kryetare e Partisë Demokratike, përmirësohet. Unë mendoj që i marrim sfidat hap pas hapi. Po pastaj shkojmë atje te kryetari. Jo për të shkuar atje, po për të parë që për të treguar që në këtë moment në cilin ndodhemi, sigurisht që primaret i bën mirë partisë si një ushtrim, por unë nuk e kam betejën me askënd në partinë time, sepse vetë the që është pak e vështirë, edhe nuk është e lehtë. Jo, është. Unë e kam betejën me kundërshtarin, dhe nuk është fjala për të vënë një emër në listë, është fjala për të zgjedhur një përfaqësues për parlamentin, dhe besoj me të mira dhe të këqijat e mia se askush nuk është i kulluar dhe askush nuk është i përkryer në punën e tij të përditshme, qoftë edhe në marrëdhëniet njerëzore, është besoj ka qenë privilegj, po besoj që është shumë e rëndësishme që qytetarët të zgjedhin dikë që i përfaqëson ato në parlament, që flet për ato, që lufton për ato, që i përfaqëson më së miri në të gjitha betejat dhe të gjitha nevojat që ato kanë, dhe unë këtë punë besoj që e kam bërë dhe do vazhdoj të ta bëj. Je mërzitur me Sali Berishin që të vendosin në listë hapur? Do të them atë fjalinë që kam thënë se nuk dua të them asgjë tjetër përveç asaj që kam thënë. Jo, thoj çfarë duash ti? Unë në momentin ku diskutua në mbledhjen e kryesisë, isha e shkarkuar nga diskutimi sepse e kisha diskutuar përpara. Se gjakun se e shkarkuar thash nga cilat detyra aman. Nga diskutimi, sepse nuk është se e mora vesh aty. Kishim 2 ditë që e diskutonin, po kisha diskutuar me të, i kisha thënë mendimet e mia, më kishte thënë mendimet e tij, dhe kjo ishte një zgjidhje optimale. Jo, të tha zoti Berisha që ti do ishe listë hapur më përpara? Po, kam diskutuar. Çfarë i thatë? Unë i thash atë që thash publikisht, por nuk kam ndërmend që të bëj pjesë të debatit televiziv atë që unë kam diskutuar në një zyrë të Partisë Demokratike. Nga jo vajza e druajtur me ziflisje, je bërë specialiste, je ke kaluar. Jo, specialiste jo, por kam mësuar në këto 3 vite Landi që kaloi Partia Demokratike, që shumë gjëra të partisë duhet mbeten parti. Ja kam kërkuar kolegëve me kohë.